Kemi këtu me parashkimin e datës 29. Data 29, dita e parafundit e muajit. Mos kujtoni se është fundi i muajit dhe përfundon gjithçka. Jo, është fundi i muajit dhe i rregullimeve, i gjërave të mëdha, i mundësive. Fundi i muajit, fillimi i javës. Një javë të mbar, ditë të mbar. Do jetë e mbar nëse jeni të kujdesshëm në gjërat që ndodhin, sepse ka diçka në lidhje me çështjet ekonomike financiare, një çështje e vjetër, nëse do ta marrim kështu, ka diçka që do lidhet me punën aktuale, do lidhet me ndryshimet që do bëhen tani tutje, por pikërisht kjo ditë e hënë do mbahet mend për shumë gjëra në anën ligjore. Do shikojmë disa gjëra që mund mos ta pëlqejnë, por